SPAK goditi këtë të mërkur grupin kriminal Raja me bazë në Nikël. 10 persona përfunduan në pranga, mes tyre Recep Raja, djali i ish deputetit socialist Rahman Raja dhe disa familjar të tjerë të tij. 3 prej antarëve të grupit, Islam Sefa, Jani Çavo dhe Aldo Gjini janë të arrestuar më herët për vepra të tjera penale dhe ju është komunikuar masa e re e sigurisë në ambientet e paraburgimit, ndërsa 4 të dyshuar të tjerë janë në kërkim, pasi ndaj tyre rëndojnë dhe episode të tjera të trafikut të drogës me Gjermaninë. Nga hetimet e SPAK-ut, rezulton se grupi kriminal trafikonte marijuan dhe heroin në Turqi, Maltëzi dhe vende të Bashkimit Evropian. Hetimet janë bazuar kryesisht në të dhënat e marra nga Sky ECC, por edhe në bashkëpunim me autoritetet e huaja që kishin skeduar disa prej antarëve të grupit pasi kryenin aktivitet në territorin e tyre. Sipas prokurorisë së posaçme janë zbuluar 3 episode të trafikut të drogës. Episodi i parë ndodhur më datë 3 nëntor të vitit 2020, ku në Maltëzi u sekuestruan 1722 kg bim narkotike marijuan e dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar Gjermaninë. Episodi i dytë sipas SPAK-ut ka ndodhur më 23 nëntor po të vitit 2020, ku në Holandë u sekuestruan sasia prej 475 kg kokain e dërguar nga Ekuadori. Ndërsa episodi i tretë ka ndodhur më 26 janar të vitit 2021, ku autoritetet në Turqi sekuestruan 236 kg bim narkotike e llojit marijuan e dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar Turqinë. Ndaj të dyshuarve rëndojnë akuzat e trafikut të drogës dhe grupit kriminal dhe në kuadër të aksionit u ushtruan kontrolle në 12 banesa dhe ambiente të tjera të dyshuarve. Gjatë aksionit u sekuestruan një armëzjarri me municion, një mbëdhjet celular, 3 automjete, një jelek antiplumb, një palë dulbi, 415.000 euro, 7.000 pound dhe 1 milion lek. Gjithashtu u bllokuan 2 armë gjahu që mbaheshin me leje, si dhe dokumente të ndryshme. Grupi kriminal me bazë në Nikël është i skeduar edhe më herët për vepra të rënda penale. Recep Raja është akuzuar më herët për dhunën barbare ndaj ish të dashurës së tij, ndërsa mori pjesë edhe në dhunimin barbar të kushërinjve Maja. Më herët, nipat e Rahman Rajës, Redian e Ramazan Raja, janë arrestuar për atentatin te mbikalimi i Shkozetit ndaj ish prokurorit Arjan Doj me 1 të vrarë dhe 2 të plagosur, ndërsa vëllai i tij, Xhelal Raja, ndodhet në paraburgim në kuadër të aksionit revanshi. Xhelal Raja ishte pjesë e grupeve të Durim Bamit e Endrit Dokles, që tentuan vrasjen e ish ligjvënësit tjetër socialist Arben Doka. Ky i fundit është në kërkim ndërkombëtar.